Janë dy takime që kanë ndodhur prej që janë mas zgjedhjeve. Po, vetëm ky ka qenë vetëm me ju. Po, ky ka qenë me partinë tuaj. Pikërisht në iftarin që ka qenë, unë kam kërkuar që ne kemi nevojë sepse kemi filluar diskutojmë sadopak aty, por unë kam kërkuar që të kemi një takim, nëse dojmë me bisedu për një marrëveshje të përbashkët, ne duhet të takohemi individualisht dhe të mos lejojmë të kemi komunikimi jonë të jetë nëpërmjet ndërmjetësuesve, dhe kjo është pranuesi e tillë dhe kjo na ka bëu me uni mirë. Për faktin që ne si Parti Liberale Egjiptiane kemi kalu 4 vite në jashtë kuvendit Kosovës, me disa ngjarje të cilat kanë ndodhur para 4 viteve ku ne jemi përjashtuar me orkestrimin e votave që kanë ndodhur nga lista serbe të asaj kohe, dhe ne nuk kemi pas asnjë lloj mbrojtje as në fazën e vendimeve të POZAP-s, pastaj as përfundimisht edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese pas 2 viteve, domethënë janë përdor 2 standarde për ne, një standard ka qenë për dikon tjetër, një standard ka qenë për dikon tjetër. Dhe ne normalisht kemi kërkuar që të kemi një takim të përbashkët dhe të diskutojmë disa gjëra të cilat kemi dashur me kriju një besim mes nesh, një siguri ku ne kemi me kanë mbrojtje të institucioneve të Kosovës, për faktin që konsideroj në atë kohë nuk kemi pas mbrojtje dhe kemi përfunduar për 4 vite jashtë institucioneve, dhe kjo fitore vërtet është fitore ëmbël për neve sepse 4 vite jashtë dhe rikthimi jon ka shumë rëndësi. Jemi takuar në takimin, domethënë e dytë në qeveri, edhe kemi pas mundësi të bashkëbisedojmë shumë çështje që kanë në interes tonë. Kemi biseduar dhe gjëra të cilat rrugës na kanë lënë me u keq kuptuar me qëllimshëm apo jo qëllimshëm me njëri tjetrin, dhe ne kemi treguar deri me këtë takim. Gjëra që kanë mundur të keq kuptohen, po thani. Po, deri në këtë takim. Edhe ne normalisht i kemi paraqitur sepse si Parti Liberale Egjiptiane, prej vitit 2014 jemi parti që kemi vepruar në kuvend, e kemi një përvojë politike, kemi një lloj përvoje në komunikim, jemi lojal të institucioneve të Kosovës, jemi lojal të Kosovës, rrjedhimisht edhe komuniteti egjiptian është lojal i këtij vendi sepse e ka të kaluarën e vet ku e ka të drejtën tash edhe për të jetuar më mirë, për të kërkuar më shumë prej secilës qeveri. Normalisht ne si Parti Liberale Egjiptiane nuk kemi arsye me pas asnjë lloj pengese me asnjë personalitet. Në këtë rast e kemi bërë qartë. As me parti politike, as me personalitet. Absolutisht, sepse ne kemi për obligim, pozitat tona janë të garantuara me qëllim që ne ta mbrojmë interesin e komunitetit egjiptian. Dhe rrjedhimisht ne detyrohemi me pas një raport me institucionet, me qeverinë, në mënyrë që me shty nevojat e komunitetit egjiptian përpara. Dhe sigurisht si Parti Liberale Egjiptiane kemi një vedije politike, i kemi disa parime, e dim se jemi në politik, dhe normalisht ndoshta për dallim prej tjerëve ne kërkojmë me pas një partneritet me secilin. Në këtë rast zoti Kurti është mandatari i parë, e respektojmë kushtetutën e cila jep të drejtën. Nuk kemi gjë personale sepse ka tentojmë të kaluar çdo gjë që ka pas nga e kaluara, dhe ne edhe nëse keni pasur diçka me Kurtin ose ai me ju, po thoni ju jeni gatshëm të kaloni. Gatshëm edhe jemi dakordu me të kaluar çdo gjë që ka ndodhur para 5 viteve. Dhe na e kemi pa një ka ndodhur para 5 vite sipas. Nuk kemi pas një mbrojtje, zoti Kurti ka dalë, ka kundërlobu për neve, ka lobu për kundërshtarin tonë, gjëra të cilat janë vërtet çuditshme. Për shembull, ndërmjetësues tanë kanë dhënë mesazh, jo mesazhin e saktë të zoti Kurti që ne se jem kundër asaj qeverie. Asnjëherë nuk kemi qenë asnjë qeverie, por normalisht ne kemi kërkesat tona si parti politike për ta ndihmuar. Qëllimi vetëm është për ta pozicionuar dhe për ta ngrit pozitën e komunitetit egjiptian në një pozitë më të mirë, politike, ekonomike, sociale, shoqërore në përgjithësi. Ky është roli jon, për ata jemi edhe në politikë. Edhe ne kemi pa një vullnet jashtëzakonisht mirë prej zotit Kurti. Kemi diskutuar gjanat, kemi kemi lanë një program, i cili është një program i dalur nga vetë komuniteti egjiptian, një program i është 18 faqe. Në këtë takimin e fundit, ju keni dorëzuar zotit Kurti një program. Është mirëpritje jashtëzakonisht mirë ai program, sepse po mendoj që nuk kemi shku vetëm për të fol farsa, po kemi shku për të konkretizuar marrëveshjen tonë. Domethënë takimi i parë ne jemi të gatshëm me konkretizuar, por pra ju vullnetin e keni që të bashkëpunoni. Kryeministri jon duhet me marrë përgjegjësi, sigurisht na presim